Kjo është bazilika në fshatin Ladorish të Strugës. Në vitin 1955, ajo ishte në gjendje më të mirë, por sot ndodhet në mëshirë të kohës, pa kujdes institucional dhe në mbrëkujdesjen e vetme të banorëve lokal. Në moshën 91 vjeçare, profesori Kaim Murtishi nga ky fshat e viziton shpesh këtë vend. Ai thotë se ky lokacion është shumë më i madh se sa duket sot në sipërfaqe, por me kalimin e viteve, një pjesë e madhe e tij është mbuluar dhe lënë në harres. Këtu ka pasur vend mjaft. Edhe si shtrëgojnë plejtë që unë kam biseduar për këtë dhe kam shkruar diçka, këto ndërtime kanë vazhduar deri mbatan atyre shtëpive, te guri i bollave thoshin. Guri i bollave mbatan, afër fshatit Frngova. Mirë po, është mbuluar, ja, edhe kjo është gati. Ja ku e ke këtu, ja. Ja shive në libër. Tashi ka jetur vetëm kjo, a ishte gjera ndeja, gjera të ajo edhe gjera të ato. Pak nga pak edhe i kanë mbuluar, i kanë rënduar. Sipas profesor Murtishit, kjo bazilikë është nga koha romake. Në këtë lokacion, sipas tij, ka pasur qytet. Në kohë të Rimit, thoshin Peshtë, ka qenë qytet, ka qenë ndërtim. Në kohën e romakëve, edhe shkruaj në kohën e Rimit. Ladorish është shumë fshat i vuajtur, edhe fshat mërvesh që gjithnjë e kanë ngrënë plumbi dhe murthaja, është djegur disa herë. Profesor Murtishi thotë se për këtë bazilika askush nuk përkujdeset. As që ka ardhur njeri këtu të pyesë për këtë fare. Unë e kam vënë në këtë libër, ja. Këtë libër e kam shkruar unë 1978. Atëre e përgatitje, kishte pleq që kishin përjetuar mërvesh edhe kishin dëgjuar muhabete goj pas goje. Brez pas brezi. Edhe nga pamjet vërehet se muret e bazilikës kanë filluar të shemben. Mungesa e pastrimit dhe tabelave informuese ka bërë që ky vend të mos njihet sa duhet, pavarësisht vlerës historike. Nëse do të mirëmbahej dhe promovohej siç duhet, ky lokacion do të ishte më atraktiv për vizitorët të cilët nuk mungojnë në rajonin e Strugës dhe Ohrit.